Një tentativ vjedhje ka ndodhur në orët e vona të së hënës në Pogradec në një magazin me mallra akcize. Ngjarja është shënuar tek magazinat pranë fshatit Vërdov, ku 4 persona të maskuar dhe të armatosur kanë tentuar të vjedhin kasafortën e magazinës në pronësi të shtetasit Bujar Mançellari. Fillimisht hajdutët, të cilët mësohet se kanë qenë 4 persona, kanë devijuar kamerat e sigurisë në hyrje të magazinës dhe më pas nëpërmjet një dritareje, të cilës i kanë prerë dhe hekurat me gërshër, kanë arritur të futen brenda me synimin për të hapur kasafortën dhe për të marrë parat në të. Pasi janë futur brenda, ata kanë nisur të shkallmojnë kasafortën me mete të forta, duke e goditur, çka ka bërë që zhurma të dëgjojë edhe në banecat aty pranë. Si përfundim, sipas dëshmisë, ata kanë arritur të hapin kasafortën, por nuk kanë mundur të marrin parat, pasi në magazin kanë mbritur rojet security. Për këtë hajdutët kanë nxituar të marrin harddiskun e kamerave të sigurisë dhe kur kanë dalë jashtë magazinës, kanë hasur me njërin prej rojeve, të cilët i kanë vënë edhe armën në kokë duke kërcënuar me jetë, ndërsa 2 personat e tjerë kanë shkuar pranë makinës së rojeve security duke i thyer xhamin e përparme dhe duke i marrë çelësat e makinës, të cilat i kanë hedhur në mënyrë që ata të mos i ndiqnin. Më pas i kanë vendosur rojet në anë të rrugës në kërcënimin e armës derisa të largoheshin. Pas kësaj, të 4 persona të armatosur dhe të maskuar me maska prej klouni kanë deklaruar rojet security janë larguar me shpejtësi me një xhip në drejtim të rrugës nacionale. Pas kësaj është njoftuar edhe policia, e cila ka nisur hetimet mbi ngjarjen në fjalë, por ende ajo mbetet pa autor. Aq më i vështirë mbetet zbulimi i tyre, pasi ata kanë marrë edhe pamjet e sigurisë, ndërsa askush nuk ka arritur t'i shohë jo vetëm se ishin të maskuar, por edhe për faktin se rruga natën është e pandriçuar. Ndërkohë, sipas një banori të zonës, njëri prej hajdutëve kishte pasur theks verior, të cilin e kishin dëgjuar në kohën kur ai e kërcënonte rojen security. Ky nuk është rasti i parë që kjo magazin bie prej grabitjes. Pronari i saj ka treguar se brenda një viti, kjo është e dyta herë që tentohet vjedhja e kasafortës, por që në të dyja rastet hajdutët kanë dështuar, ndërsa edhe për vjedhjen e parë nuk ka asnjë autor. Vetëm javë më parë një rast i ngjashëm u shënua në Maliq, ku hajdutët vodhen mallra akcize, paratë e kasafortës, por edhe pamjet e kamerave të sigurisë.